nga Dritan Hila. Në një kohë normale, nuk do ishte normale që Balluku të jepte dorëheqjen për një akuzë të prokurorisë. Mirë po kohët nuk janë fare normale. Qeveria e Ramës ndodhet në breshërinë e problemeve dhe një pjesë e madhe e tyre janë me prejardhje nga dikasteri i Ballukut apo njerëzit e përzgjedhur prej saj. Të nder të dyshimt, rrugë që vithisen apo shemben, tunele me kosto dhe siguri të dyshuara, janë problemet që pozën faqet e medias dhe e përbëjnë akuzat e opozitës. Dhe të gjitha këto kërkojnë përgjigje. Deri tani, ka qenë Rama i cili ka marrë përsipër mbrojtjen e zëvendëses së tij. Është ai që po përballet në daljet mediatike dhe iniciativat ligjore. Publiku ende nuk ka parë një dalje të Belinda Ballukut në mbrojtje të punës së saj. Dhe kjo është e nevojshme më tepër se kur tani, pasi jo për të gjitha fajtore është ajo, por askush më mirë se ajo mund të justifikojë meten. E vërtet që ka një kohë të gjatë si ministre, por disa prej projekteve janë negociuar dhe iniciuar prej të tjerëve. Po ashtu, akuzat duhen marrë me rezervë, të paktën copzat që publikohen, pasi mund të jenë nxjerrë nga konteksti apo luhet me mjegullën që krijohet kur manipulohen. Sidomos për këtë të fundit, kujdeset opozita. Por tashmë, këto mund t'i hedh poshtë vetëm Belinda Balluku. Ajo duhet të përballet në interpelancë, në media dhe të thot variantin e saj. Dhe kur themi përballje, nuk bëhet fjalë për xhirime të tipit soap opera në tunel, por analizë të akuzave. Balluku është njeriu realisht më i fuqishëm në PS, e cila ka përcaktuar jo pak ministra e deputet dhe akoma më shumë kanë kaluar në filtrin e saj. Tani është koha që publiku të di kujt ja ka besuar çelsat dhe pjesën e luanit të fondeve të shtetit shqiptar. Balluku nuk është vetëm administratore publike, por edhe përfaqësuese politike, dhe si e tillë duhet të shfaq kapacitetet e saj. Në të kundërt, mbrojtja nga Rama dhe PS, pa një betejë të vet Ballukut, do shndërrohet në kosto. Po ashtu, vlen edhe pozicioni nga do ta bëjë këtë mbrojtje. Është e qartë që nëse vazhdon të këmbgul në qëndrimin e saj në qeveri, kosto do të jenë shumë të mëdha për qeverinë, PS-n dhe vetë integrimin e vendit. Një dorëheqje e saj do të ishte akt force. Një qëndrim në mburojjen e Ramës mund të çonte në zhvillime të paparashikueshme, dhe vetëm se forcon perceptimin publik se zonja ka bërë zullume të cilat as nuk mundet t'i mbrojë e as nuk di t'i mbrojë.